bëhet, ne dim që edhe produksioni është ai me anë të klipeve apo me anë të disa lojeve që të kërkon t'i afroj banorët, por besoj do t'jetë shumë e vështirë për sa kohë Brikena është këmbgulse, duke marrë parasysh edhe pjesën familjare që ka të rëndësishme dhe nuk besoj që do të bëj lojra për këtë pjesë deri më tani këtë variant ka treguar, që Brikena është hermetike dhe është ndaluese. Po, dhe kujt i beson Redion ti realisht? Cilën histori beson? Beson që realisht nuk pati puthje mes Mateus dhe Brikenës dhe kishte thjesht një takim edhe u rikthyen, apo mendon që është kjo historia e Mateus e cila është krejtësisht tjetër, pra është më intenzive? Po Mateu na bëri si një film me kërcënime, me ndalime, me një gjë kaq shumë të frikshme, ndërkohë që flet edhe për puthje. Preferoj që të besoj më shumë femrën, se ajo është më e goditur në ekran, edhe nëse ajo nuk ka dëshirën që ta tregoj që e ka puthur, është në të drejtën e saj dhe nuk duhet të detyrojmë tani me këtë historinë e para 4 viteve, ta marrim në kurriz, të vim në Big Brother, t'i bjem më qafë tjetrës, edhe të tentojmë të krijojmë një lloj imazhi pozitiv në sytë e publikut, se Mateon, për gjithë ata që e din, ka qenë vite më parë të përputhen, kanë qenë sërish tek një program tjetër ku ka pas në thelb love story dhe pra e din të gjithë të mekanizmin se si funksionon. Për mua nuk është e hishme për sa kohë Brikena nuk ndjet komode. Po, nëse flasim për këto qëndrimet, përmendë pra edhe ti ndërtohesh edhe